to the beginning. Ju përshëndes të gjithëve, zakonisht enjteve pak pas orës 22 në Top Albania Radio, në kanalin 10 gjithashtu në digital, dhe për të gjithë ata që humbasin intervistën premier të këtij programi, mund të aksesojnë atë kurdo në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube. Fëmijët e lindur të paktën në vitet 80, ndoshta edhe më përpara, po unë si një fëmijë lindur në vitet 80, si një mundësi të vetme, si një dritare të vogël të shtunave paradite dhe të dielave paradite në orën 10, kam fiksuar dhe kam akoma, sado që mund ta takoj ndryshe pas kaq shumë vitesh, un kam një fotografi të gdhendur në memorien time, në kujtimet e mia, të një personazhi i cili nuk të vinte në gjumë ëmbël, siç ndodh me prallat, po të zgjonte ëmbël. Borbarda e dikurshme e teatrit të kukullave, por profesionistja e qindra zërave, e qindra roleve, e qindra punëve, edhe producente e shfaqjeve të mëdha me aktor të rritur, Shegushe Bebeti është në studio me mua, është me vërtet kënaqësi, nuk është nga ato klishet që kur ti ke një njeri djathtas i thua sa kënaqësi është. Por ndoshta ti as nuk e di se kush je për ne. Domethënë mund ta kesh dëgjuar, por realisht si ndjesi të zgjohesh atë ditë, të hash me vrap, shpejt, se dëshosh teatrin, si më thënë ishte një nga mënyrat që na nxisnin prindrit. Haje, se dëshosh teatrin, ose bëj një detyrë të së shtunës dhe të dielës, se dëshosh teatrin. Shumë faleminderit Kozeta për vlerësimin. Është edhe për ftesën sigurisht. Më kishte marrë malli të bëja një intervistë me ty. Kemi shumë vite pa bërë një intervistë bashkë, shumë. Ishte vërtet, është vërtet shumë kënaqësi kur ti e ndjen që me punën tënde ke lënë një emër të mirë, ke lënë një gjurmë në fëmijërinë e brezave, dhe është vërtet shumë kënaqësi kur këta breza që ishin aq të vegjël, siç ke qenë ti dikur, sot janë të rritur, janë të suksesshëm dhe ruajnë në memorien e tyre vizuale ose dhe emocionale, pikërisht punën tonë, teatrin e kukullave. A i di si ka qenë ndjesia ime në fëmijëri? Do përpiqem ta shpjegoj me fjalë. Kisha dëshirë ta fusja dorën te televizori, të kapje kukullën. Të kapja edhe ty me fustanin e bardh, në ato televizorët bardhezi që kur s'kishte tension, kishte gjysmë shiriti të zi poshtë, e gjysmë shiriti të zi lart. Se një fëmijë sotëm ose një adoleshent i sotëm mendon se unë po flas japonez tani. Nuk e kupton. Po atë ndjesi kisha, sikur doja ta kapja ty, aq prej vërteti ngjanta ajo. Unë e kuptoj që në ditët ku ne jetojmë ka kaq shumë mundësira, argëtimi, por në ato kohra ishte burimi i frymëzimit ajo që shikoja në ekran. Kam një pyetje me që kjo është një kthim pas në kohë. Teatrin e kukullave e zgjodhe apo ajo ishte mundësia dhe pastaj më mbrapa fillove ta duash? E ke dashur gjithmonë apo ke dashur një gjë tjetër? Jo, që ti me sinqerte kam thënë dhe në intervista të tjera, kur mbarova Institutin e Lartë të Arteve, sot Akademia e Arteve, sigurisht si çdo vajzë e re që ndëron të jetë aktore, që ndëron të lozin teatr, që ndëron të luajë nëpër filma, edhe unë kisha dëshira të ëndrat e mia, por kisha një cent të vogël në biografi dhe nuk mund të isha në sken, edhe pse stazhin, sa atëherë kur mbaroje Institutin e Lartë të Arteve, do të bëj stazhin pasi të mbrojë diplomën. E bëra në teatr popullor dhe për hir të vërtetës atje të gjithë artistët më pritën jashtëzakonisht mirë. Më kanë mbështetur, më kanë dashur, më kanë ndihmuar dhe unë e mbrojta diplomën aty, pastaj emrimin e mora në teatrin e kukullave. Që të jemi sinqer, kur shkova në teatrin e kukullave, e kam thënë dhe herë kam qarë një 6 muaj. Sa herë ikja nga teatri shkoja në shtëpi qaja. Edhe më thoshte babi me shkreti i ndjeri, nuk e kuptoj pse qanë. Siç është teatri për të rritur, është dhe teatri për fëmijët. Ti aktore do jesh prap. Po nuk e njoh, po unë nuk di ta lëviz kukullën, po është shumë e vështirë, po pse duhet shkoja unë atje, unë nuk studiova për këtë. Nejse, që të mos i rikthehem këtyre gjërave, u vendosa aty. Nuk e harroj kur regjisoren Lavdie Toro, nuk ka intervistë që nuk e përmend, sepse ajo është një grua e mrekullueshme, e cila më thoshte gjithmonë, ke për të parë sa shumë do ta duash ti këtë teatr. Ke për të parë, këtu do t'jemi. Dhe vërtet, nuk kaloj shumë kohë, kukla është magji, kukla të bën për vete. Dhe po të shofësh Kozeta të gjithë sado që rritemi, edhe kur plakemi, e kemi atë pjesën e vogël fëminore brenda vetes, ku në momentet caktuara e nxjerrim.
Unë edhe sot e kësaj dite ku kaloj në dyqan dhe shoh një kukull të bukur, vdes të shkoj ta prek, ta kap, them, "Ua, sa e bukur që ka." Jo pse un kam punuar me kukullat, po është ajo ndjesia fëminore që sa bukur ta kesh një kukull. Mos të tregoj një foto të hollit të shtëpisë time. Po ti po të vish në shtëpinë time, po është ekspozit kukulla. Ti të paktën e ke me hak sepse si më thënë i ke dhënë jetën tënde kukullave dhe i ke dhënë jetë secilës prej tyre, po. Un te televizori një, pastaj një brun aty, pastaj tani kam parë një të kuqe. Do të shtrejta nuk janë as të lira, nuk janë as ekonomike. Sigurisht, por pastaj sigurisht me kalimin e kohës, unë ndoshta pata dhe fatin që isha më e reja atëherë në teatr, isha e imët e vogël në trup dhe vërtet isha e përshtatshme për atë sken dhe për herë të parë, do me thënë, filluam krijimin e aktorit në sken me kukullën, siç ishte Barbardha, për shembull vënia e re, ishte risi atëherë për teatrin që aktorët të dilnin në sken dhe pastaj ato pasuan shfaqje të tjera, ku unë në shumicën e rasteve, jo në shumicën, po mund të them 99.9% kisha gjithmonë rolin kryesor. Dhe sinqerisht pak nga pak u dashurova me atë profesion dhe sot mund ta them me plot gojën që vërtet kam qenë me fat që punova aty. Sa fëmijë është një aktor në teatrin e kukullave? Sa fëmijë ka brenda vetes vet? Se kam përshtypjen që kur do të bëhet i rritur, se le puna të rritet. Shiko, kur merr një rol në teatrin e kukullave, gjëja e parë që më erë është teksti. Dhe lexon tekstin. Pastaj direkt ti kërkon të shohësh skicën e kukullës. Për ta parë kush do jesh, si është ndërtuar në portret, çfarë zëri mund t'i përshtatet, a shkon me karakterin që ke të shkruar në tekst, po si mund të lëvizi kjo kukull, nëse i hapet goja ose jo, nëse i lëvizin syt ose jo. Çdo gjë që ka kukulla, ti duhet ta përshtatësh në bazë të karakterit të rolit që është shkruar në tekst. Dhe është vërtet një punë shumë e vështirë. Kush ka ardhur dhe ka punuar në teatrin e kukullave, ka kuptuar se sa i vështirë është ky profesion. Se kur thot një aktor i teatrit për të rritur që është e vështirë që brenda 2 muajsh të jesh një kpucar dhe pastaj një drejtor banke, imagjinoni si është të japësh jetë një figurë tjetër që është jashtë trupit tënd, jashtë portretit tënd. Sigurisht, sepse kukulla është amorfe dhe në momentin që ti e merr në dorë, ti duhet ta harrosh veten tënde. Gjithçka që ti ndjen dhe ke ndërtuar mbi këtë personazh, duhet ta demonstrosh me një objekt, sepse kukulla është objekt. Ato objekt që është aq amorf, ti duhet ta bësh kaq jetësor dhe kaq të lëvizshëm dhe kaq të bukur. Dhe për zotin është një goxha punë e madhe. Dhe aty gjatë kohës që ti ndërton rolin, sigurisht ai fëmia brenda vetes është se ty të pëlqen. Për shembull kur kam bërë Pinokun, unë qeshja me veten time. Thosha o zot. Ose ka pas një shprehje shumë të bukur një kolegja jon kur thoshte o zot, i kanë sjell burrat gratë në punë, si bëjmë njëra mbas tjetrës. Dhe qeshnim sepse njëra bënte një fëmijë, njëra bënte një mace, njëra bile një herë më thot se harroj kurin deri xhavi xhepa. Nuk e bëj dot, i thosha unë këtë. Goce, ec duke daja. Sa ishte dhe Tiranës, për një burr aq fisnik dhe aq i mirë. Askush nuk e di se si bën lepuri, se si flet ariu, apo se si bën qeni, apo se si e din se si mund të flasë një fëmijë, apo se si mund të flasë një burr apo një grua, po se si mund të flasë të komunikojë. Hajde, me dajem ndërtoj karakter të bukur aty dhe marroj. Se nuk do të vendosi njëri në provë. Po sigurisht. I kam ca kujtime shumë të bukura. I kam kërkuar si do të ftuar një listë këngësh e Shegushes. Ky është një program sado që është edhe televiziv, sigurisht kam dashur gjithmonë ta trajtoj si një program radiofonik se është ajo që është si të fle. Por mua radio është dashuria e parë, nuk e zëvendëson televizioni. Unë nuk dua që këtë buzëqeshjen e këtë historitë e bukura që ti tregon ti ngaturrojmë neve me emocione të pabukura ose të dhimbshme, po. Shoh aty që ke zgjedhur një këngë, Kambango, dikur unë e prezantoja në Top Albania Radio në fillimin e viteve 2000. Bella d'estate, po ti nuk e di pse na ke çuar në vitin 1987. Shikam. Kjo këngë është një këngë jashtëzakonisht e bukur, e cila më lidh mua me një kujtim shumë të hitur. Kjo ka qenë një këngë që ne ishim një grup shoqëror tonët, dhe ka qenë një këngë që ne e ruanim dhe dëgjonim me njëri tjetrin, atë ishte shumë e vështirë të dëgjoje këngë të perëndimore. Dhe pikërisht kjo këngë kemi qenë duke dëgjuar këtë këngë kur
atë ditë ndodhi një fatkeqësi, ka qenë verë, gusht, ne ishim në plazh, kur njëri nga grupi jon miq tan, unë i kam rënë dhe shumë violinës dhe kisha një grup që ishim instrumentist. Njëri nga këta miq tan unda nga jeta. Dhe kemi qenë pikërisht duke e dëgjuar këtë këngë kur na erdhi lajmi. Dhe unë, edhe pse kanë kaluar 40 sa vite akoma, kur e dëgjoj këtë këngë më mbushën syt me lagrë. Ama nga ana tjetër, secili nga ne ka një bilet vetëm vajtja, askush nuk e di se kur e ka. Sigurisht. Po ndonjëherë, ja, edhe pse është kujtimi i dhimbshëm, është një mundësi që edhe 40 vite më vonë të kujtosh dikë, se ne kemi shumë të bukura të shprehjen e ngushëllimit, të rroni dhe të kujtoni. Po. Dhe e çuditshme që dhe vetëm Mango pati një fund të tillë në skenë, shumë të dhimbshëm dhe kur e kam marrë vesh lajmin dhe për ato thash, o sot si ka mundësi, janë sa gjëra të ndërtuara. Nuk e di, unë për veten time jam njëri që besoj. Unë them që ekziston një forcë që na drejton jetën edhe që na përcakton gjërat. Dhe sa mirë që besojmë, sepse edhe sikur hipotetikisht të mos ekzistonte, nëse ka një mënyrë për të na udhëhequr, për të na vendosur në shina, pak nga frika, po shumë mirë, le të jetë se na bën njerëz më të mirë. Dëgjojmë Bela Destate dhe kthehemi përsëri me Shekush e Betin në transmetim, në këtë intervistë që e kam vërtet shumë për zemër, edhe që e kemi planifikuar prej kohësh, por që ja dolëm tani, nuk ka problem. Back to the beginning. Për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në Top Albania Radio, ne jemi në Back to the Beginning. Faleminderit shumë Jack Daniels që mundson këtë program çdo javë. Jemi me aktoren e dikurshme të teatrit të kukullave, sepse të ka mbetur është si puna e kryer rolit që bën njeriu në një fazë të hershme të jetës së tij profesionale, ndërkohë që ka bërë shumë gjëra më vonë. Tranzicioni pas vitet 90 sollën sigurisht problematika në çdo sektor të jetës, përfshirë artin, kulturën dhe gjithçka tjetër që një profesionist tentoi të bënte për të mbijetuar fillimisht ekonomikisht, pastaj dhe profesionalisht, se unë jam e bindur që ty nëse të bie një llotari me 20 milionë euro sot ti prapë do punosh se s'di të mos punosh. Si ishte ky ndryshimi nga qendra e vëmendjes, se artistët kanë qenë të pikuar përpara viteve 90, të vi një moment ku të duhet të luftosh për jetë, pastaj vjen 97-a, ca historira që do arti mbetej luks për ta jetuar. Shiko, nga kalimi nga diktatura në tranzicion, për ne fillimisht ishte i frikshëm. Ishte një gjë të cilën ne vërtet të dëshironim me gjithë shpirt, që të ishim më të hapur, të dilnim njerë të lirë. Në fundit të vishja një palë pantallona ka u bë që të mos migriste organizata rinis në rrugë. Dhe megjithatë ishte i frikshëm, sepse askush nuk e dinte se çfarë na priste. Shumë gjëra ndryshuan, shumë drejtime ndryshuan. Arti duhet ecte me hapat e kohës, nuk duhet ishte më ai arti ku edhe kur thoshe një batut duhet mendohesh e mirë sepse mos shkeli vijën e partisë apo mos shkeli orientimin e partisë apo mos transmetoje një ideologji të huaj. Domethënë kemi vujt në artistë, kemi vujt shumë. Kemi pas shumë kujdes në skenë në mënyrën se si flisim, duke menduar që teatri kukulla, mos them për teatrin e të rriturve dramatikun që o zot sa shumë survejoheshin. Dhe ishte i frikshëm. Por ama unë mendoj që një njeri që e do profesionin e tij, një njeri që është i talentuar, një njeri që është mësuar të ecë në jetë me talent dhe me punën e vet, ja del në çdo kohë, ja del në çdo moment. Dhe unë kam patur fatin që në 89-ën, pa ardhur akoma demokracia, më në fund ne, mbas shumë ftesave që vinin, pranuan të na çonin në një festival europian në Vjenë, për herë të parë. Dhe ne kemi shkuar atje me shfaqjen kur gëzohet Babaviti. Ishte, domethënë, ne ndryshonim krye kaput nga teatrët e tjera të botës që kishin ardhur në atë festival. Ama ne ishim origjinalët, ne ishim më spontanët dhe ndoshta kjo ishte ajo që e bëri aq atraktive, aq të suksesshme shfaqjen tonë atje. Të gjithë u mblodhen rreth nesh, na pyesnin, po si ndërtoni këto kukulla, po si keni bërë këto personazhe, po si ndodh kjo si. Me thënë të gjithë ishin shumë të interesuar. Ama në të njëjtën kohë, ne pam se sa përpara ishte bota, se sa përpara ishte teknika, gjëra që ne na mungonin totalisht në teatrin ton. Dhe për të vërtetës sa jemi kthyer nga Vjena, regjizorja jon Lavdia
Lavdia kishte mbaruar në Rumani për teatrin e kukullave, ishte një grua shumë e talentuar, po edhe natyrë që thithte shumë. Më thënë, Lavdia dinte të blinte nga bota, të merrte nga bota. Dhe atëherë për herë të parë ne kemi sjellë në skenë shfaqjen gishtëza me kukulla mbi tavolinë. Deri atëherë nuk ekzistonin tek ne. Ne përdonim vetëm kukullat me tel, stili Obrazovit, ku aktori është poshtë paravanit dhe nuk duket vetëm tull. Kishim futur teatrin e hijes pjesë, kishim kukullat me tel, kishim kukulla që u hapi goja, por ama nuk kishim kukullat mbi tavolinë. Dhe për herë të parë, kur erdhëm nga Vjena, ne vëmë shfaqjen gishtëza me kukulla mbi tavolinë. Të gjithë na diskutonin dhe komentonin, jo po do t'ju shohin fëmijët, jo po s'do ta ndjekin kukullën, jo po. Domethënë ishte më tepër një eksperiment për të sjellë njerësi në teatr, që faktikisht rezultoi shumë i suksesshëm dhe që u pëlqyej jashtëmase. Dhe pyetja e parë që i kam bërë fëmijëve kur kemi dalë nga shfaqja, i kam thënë, si e bënte ajo teta kukullën? Jo, pa ajo kukulla lëvizi dorën, ajo i kishte flokët e verdhë, domethënë fëmia ishte përqendruar te kukulla dhe s'kishte parë fare se si reagoja unë apo se si interpretonte aktori. Kjo është një gjë shumë e bukur që na dha spunto për të futur pastaj gjëra të reja në teatr dhe sigurisht festivalet botërore ku teatri ka marrë shumë pjesë. Kemi qenë gjithmonë jemi përpjekur të sjellim risi, jemi përpjekur të sjellim gjëra të reja, të fusim teknika të reja, kukulla të ndryshme, skenografi të ndryshme, mënyrë vënie, domethënë koncepte të ndryshme regjisoriale, dhe them që sot jemi mirë, jemi shumë mirë me teatrin, ecim përpara dhe edhe këndvështrimi i publikut mbi këtë teatr ka ndryshuar shumë. Shiko Gozeta, fakti që ky teatr ka 75 vjet dhe nuk i ka munguar kur publiku, po kur, domethënë gjithmonë aty janë thyer dyer as në korat më të vështira. Ti përmend vitin 97. 97 ka qenë një vit shumë i vështirë për të gjithë ne. Dhe më kujtohet që erdhi një moment kur u vendos koprifuoku, ku nuk lëvizte njeri. Dhe ne teatri kukulla e vazhdonim punën. Çfarë ndodhte? Ndodhte që po vinim një shfaqje të re dhe nxorëm një leje speciale për të vajtur në prova mbas dite. Dhe siç ishte në 97 aq e rrëmujshme dhe aq e frikshme, që uroj të mos ndodhi më kurrë, ne vazhdonim punën. Ne vazhdonim punën dhe ishim i vetmi institucion i hapur që vazhdonte bënte shfaqje. Ndërkohë që opera, teatri popullor, teatri kombëtar sot, instituti ishin të mbyllura, vetëm ne ishim që e kishim teatrin të hapur. Dhe çuditërisht, të shtunën dhe të dielën, dhe pse ishte situata e tmerrshme, tek ne vinte spektatori për të parë shfaqjen. Kështu që unë do të thosha që teatri kukullave, çfarëdo lloj teknologjie të vinë në botë, jo YouTube-i, jo këto laptopet e tabletet që shohin kalamajt pafund, siç është shfaqja live. Siç the ti kisha dëshirë të fusja dorën për të kapur kukullën, po të shohësh sot mbas shfaqjes, nuk ka fëmijë që largohet pa prekur kukullën, pa bërë një foto me kukullën, mundësisht dhe të interpretojë me kukullën, është e pamundur. Kështu që nuk besoj që do t'i mungoj ndonjëherë. E kam thënë 1 milion herë dhe nuk mërzitem do ta them dhe 1 milion herë të tjera. Unë kam bërë shkollën në Durrës, jam rritur atje deri në shkollën e mesme dhe në fëmijërinë time, në klasat fillore, një herë në javë na merrnin me autobus dhe na sillnin në teatrin e kukullave në Tiranë dhe një herë në javë na vendosin në korridorin e shkollës projeksione filma. Unë mendoj që atëherë unë kam kuptuar atë që ndodh sot me mua prej vitesh. Mua në Mamzë Gjumi në teatr, më shkoj të shoh 17 herë të njëjtën shfaqje, edhe sot sepse që atëherë kuptoja që kjo është prej vërteti. Pastaj me punën televizion, kur kuptova që sa gënjeshtër ka atje pas kamerave, sa montime, filmi masolli deri këtu, kurse teatri ti nuk ke asnjëherë një mundësi të dytë për të dhënë përshtypjen e parë. Të pyeta për ndryshimin e viteve, Gushe, sepse kam parasysh edhe jetën sociale të njerëz të tuajën. Pra, fole për vështirësitë në pjesën e parë programit, muzika që dëgjoni me të tjera, por nga ana tjetër, duke mos pasur kaq shumë mundësira sa ka sot, jeta sociale ishte tjetër, njerëzit bëheshin më shumë me njëri tjetrin. Po, është vërtet. Të pyeta sepse duke i hedhur një mesazheve që kemi këmbyer, më ke përmendur atje historirat e trenit të famshëm kur shkonim në plazh.
Bile kur kemi parë filmin Treni 27/5 ishte shumë e vërtetë. Ne gocat dhe çunat e Tiranës sigurisht Durrësin e kishim ëndër plazhi ynë i preferuar i mrekullueshëm. Edhe që kapej më kollaj. Po sigurisht. Merrnim trenin, hypnim dhe bile kur arrinim në Shkozet treni ngadalsonte pak, nuk ndalonte, po ngadalsonte pak. Për të shkuar në Durrës. Dhe ne tani sa të shkonim Durrës, sa të merrnim autobusin që të vinim në plazh, kalonte koha dhe çfarë bënim kur ngadalsonte treni, ne hidheshim nga treni që të arrinim sa më shpejt në plazh. Dhe kur e mendoj sot them sot sa budallën kemi qenë. Po mirë thoni riu si veriu, do të thonë pa menduar fare, aksident. Dhe gjithmonë përpiqeshim që të merrnim me vete, kanë qenë radiot e vogla Iliria, që të dëgjonim muzikë, që të kishim me mesotulët se gjithandej kishim survejime dhe të rrimë plazhi ka ato bukuritë veta, ka përpiqeshim ato rrobat e banjos që mundësisht i kishim çik më të holla rripat e nxirrim çik trupin se goca të reja. Dhe të dëgjonim muzikë. Unë e kam adhuruar gjithë jetën Adriano Celentano. E vure? E kam adhuruar dhe adhuroj akoma dhe shpeshherë futem në YouTube, shoh koncertet e ati në Arena di Verona që ka bërë këto të fundikaqe të bukura. Dhe Azzurro ka qenë një nga këngët që na shoqëronte gjithmonë në tren. E çuditshme. Gjithmonë ne dëgjonim Azzurron e Adrianos. E vinit për ka stile se Azzurro, si them unë, e vinit. Ku e vinit? Atë transmeton te radio. Atë transmeton te radio. Dhe thosha, o zot, ky këngëtar nuk do të vdesi kur, është legjend është i mrekullueshëm. Dhe unë kam pëlqyer shumë këngët që ai bënte duet me Mina. Edhe Mina është për mua është titanike, është e mrekullueshme. Se shumë muzikë italiane, Mina, Celentano, Mango, edhe afërsia me Po unë kam sepse ishte i vetmi stacion që ne shihnim. Ne shihnim dhe Jugosllavin, sigurisht, Le Pabrenjon me shoq. Po unë nuk kisha atë atraksion siç kisha me italianin, me kanalet jugoslave, sepse ishim të mbyllur kozeta, ishim të izoluar dhe etja për të parë se çfarë bëjnë në botë ishte shumë e madhe. O zot, bënim një ditëlindje në shtëpi, sapo kishin dalë majtofonët e parë dhe i mbyllim ato dritaret me batanije, mundësisht mos duke me muzikë minimaliste që mos na dëgjonte komshiu. Ç'kemi heq, nuk e di, nuk di të them. Ato antenat që një çik po të frynte herë kthej nga ana tjetër dhe nuk e kapi Italin, do hypnim, do zbrisnim lar për të rregulluar antenën. Edhe këto vështirësi që keni kaluar ju, prap kanë qenë burim frymëzimi. Kur unë erdha në fakultet në vitin 2000 në Tiranë, kam bërë disa muaj abonen. Deri kur e kuptova që nuk e përballoja fizikisht sepse edhe punoja këtu, po thoja si e bënin ata, sa qef bënin ata që shkonin, vinin me tren në plazh, sa shumë studenta e punojnë s'kishte nga Durrësi. Dhe kam bërë një 6 muaj vitin e parë, se thosha shumë frymëzuese duhet të jetë kjo, takon njerëz të rinj. Shiko, treni ka një gjë shumë me letra, ç'sdia. Po në tren luaj me letra, po në tren shkëmbeje një bisedë, po në tren shikoje dikë që vinte me bukë me vete, hapte atë bukën aty, me djath, me një qep të njohur, me një domate, e thoshte do hash edhe ti. Domethënë komunikimi ishte shumë njerëzor dhe shumë i afërt me njëri tjetrin. Kishte raste që nisim 7:05, po s'kishim pa kohë, nuk kishim kohë të hanim mëngjes. E hapnim bukën që në tren. Unë kam marrë qoftë ti ke marr bukë me djath, ti ke marr me pjepër, me bostan, edhe hanim me njëri tjetrin aty pra se të shkonim plazh. Pra unë them që jeta e vetmja bukuri që ka pas ajo kohë ishte lidhja e ngushtë që kishim me njëri tjetrin. Sot jemi bërë shumë individual, jemi bërë shumë të shkëputur nga njëri tjetri. Sot shoqërushi ka dalë Skype-i dhe shoqërushi është telefoni dhe çdo gjë e bëjmë me telefon, çdo gjë neve edhe mesazhet mundësisht i bëjmë copy paste dhe ti shojmë për urim të gjithëve një lloj. Domethënë unë kam të merr ato figurat që më sjellin, them, po të paktën shkruaj vetëm një fjalë gëzuar, mos më çoh fare urim etj, po një gëzuar. Jo, jemi bërë shumë individualist. Shkëm njerë në plazh në vitet 80-90 me Azzurro dhe Celentano. Back to the beginning. Po folëm për teatrin e kukullave, po folëm për rinin e hershme, po s'kemi folur për adoleshencën. Si është puna? Adoleshentët janë gjithmonë njësoj. Përjetimet mund të kenë të ndryshme në varësi të rrethanave sociale në kohën kur ata janë adoleshent. Për shembull, në kohën kur isha unë adoleshente, ishte qefi madh të lexoja remarkun që thoshte aty rumi është qumshti i ushtarëve dhe doje të bëje ndonjë mistrecëllëk të vogël të provoje rumin. Si mund ta ketë shije kjo ndërkohë që je 16 vjeç dhe të kërcasin zorrut nga uria. Si ishte
Si ishte gjimnazi yt? Si ishte shkolla jote? Shkolla jote e mesme. Unë gjimnazin e kam përjetuar shumë bukur. Se e bëm brapsht teatri kukullave, fakulteti, gjimnazi. Po, çunë. Unë vërtet gjimnazin e kam përjetuar shumë bukur. Unë 8 vjeçare kisha bën liceun artistik, kam qenë për violin. Mirë po, kam pas një alergji të tmerrshme në duar, e cila më penalizoi dhe nuk mund të bëhesha dot violinista, ishte e pamundur. Dhe e mbylla me violinën në klasë 8 dhe u ktheva në gjimnaz te Partizani. Aty kemi pas një grup shoqëror shumë bukur, ishim 4 shoqe të ngushta, të cilat kalonin vërtet shumë bukur, por edhe pse shkova në gjimnaz, edhe pse duart i kisha të smura, unë nuk u shkëputa në 100% nga violina. Unë isha pjesë e orkestrës së estradës së shtetit për koncertet e majit, ku shkoja çdo vit me violin në orkestër. Unë isha pjesë e grupit të teatrit të gjimnazit, ku gjithmonë luaja në teatr. Dhe këto aktivitete artistike isha gjithmonë e para e zgjedhur në këto aktivitete artistike. Unë kam pas shkruar shumë bukur poezi, skica të vogla, tregime, ndoshta ishte një damar nga babi, sepse babi më ka botuar 3 libra me tregime, edhe pse ishte inxhinier në aviacion, i pëlqente letërsia jashtëmase. Dhe shkruaja gjithmonë dhe librin e kam patur, e kam dhe besoj deri ditën që të mbyll sy do ta kem shokun tim më të mirë. Unë po nuk lexova, nuk flet dot. Po pse të mbushën syt për librat dhe për babin? Më mbushën syt sepse nëse jam kjo që jam sot, pa na shkaluar mamin, sigurisht, po mami ishte nga ato gratë që ishte pak më e mbyllur dhe pak më e friksuar ndaj artit. Kurse babi im, meqense kishte mbaruar në Bashkimin Sovjetik, e shikonte botën me një kënd vështrim tjetër. Ka qenë shumë natyrmendje hapur. Në momentin që unë doja të shkoja për art, ai nuk më tha kurrë jo. Kurse mami insistonte, thoshte ti me mesatare 9.5 do shkosh të bësh aktore, kur mund të bësh mjeke, mund të bësh ekonomiste, mund. Do me thënë si çdo prind që do më të mirën e fëmijës vet, kurse ai nuk më ka ndaluar kurrë. Që të vogël më merrte me vete në lidhje të shkrimtarëve, shikonim filmat, shkonim dëgjoja promovimet e librave, poezinë. Do të thënë, nëse e kam këtë art dhe këtë dashuri për artin, injektimet e para i kam pas nga ai. Dhe kur fillova pastaj nga liceu artistik që në klasë 5, më zgjodhën në grupin e fëmijëve që bënin emisionet e fëmijëve në radio, që aty pastaj u lidha më shumë me teatrin, u lidha më shumë me poezinë, u lidha më shumë me librin. Dhe mund të them që ai ishte promotori i parë që mund të hyja rrugës së artit. Dhe ishte në 5, 12 vjeç, 13 vjeç. Dhe ai ishte ai që insistonte dhe më thoshte gjithmonë, nëse do ta kesh shpirtin plot, nëse do të shkëputesh për pak momente nga problematikat e jetës, e vetmja që të shpëton është libri. Dhe kjo është shumë e vërtetë. Pak para se të vinim në studio, sepse në fakt këto intervistat që ju dëgjoni në studio, në të vërtetë janë ca zgjatime të intervistave që unë bëj në këtë takimin paraprak që kam me miqtë dhe me të ftuarit e këtij programi. Dhe ne po flisnim pak për bibliotekën prej 1000 librash, që nganjëherë na duket si aksesor, jo se s'duam, por sepse na krijohet ideja që ne nuk kemi kohë mjaftueshëm as për t'i numëruar 1000 libra, e jo më për t'i lexuar ato të tërë. Të qëllon ty që për shkak të këtyre kujtimeve për një libër të caktuar, ti kthehesh atij për herë të dytë, për herë të tretë prej kujtimit, jo se ka ndonjë gjë të re për ta lexuar. Shiko, është ndryshe ta lexosh librin kur je në gjimnaz. Ke përjetime të tjera, ke një fantazi tjetër, ke një këndvështrim tjetër, dhe është ndryshe ta lexosh mbas 25-30 vjetësh kur ti je në një moshë të pjekur, ku ke eksperiencat të tua në jetë. Unë për shembull jam rikthyer para 7-8 vjetësh 3 shokëve. Më pëlqente jashtëzakonisht dhe kam përjetuar komplet ndryshe. Kisha një ndjesi tjetër ndryshe. E shikoja patin si një personazh tjetër, jo ajo që e kam parë kur isha në gjimnaz. Pastaj, unë bibliotekën e kam të trashëguar nga babi. E kam pasuruar jashtëzakonisht shumë në gjithë këto vite, sepse unë nuk ka vit që nuk blej 7-8 libra, 10 libra, që tani kam filluar të bëhem pak dhe selektive, sepse që t'jemi sinqer nuk kam ku i ve më. Bile, ato po të thosha kur ishim poshtë para se të vinim në intervistë, ka 3 vera që them do ulem në një verë ku dita është e gjatë dhe të filloj të seleksionoj ca libra, sepse me kalimin e viteve dhe të kohës ka dhe libra të cilat nuk ke nevojë të kesh më në bibliotekë, që të krijoj hapësirë librave titujve të tjerë të rinj. Të titujve të rinj. Ama di të them një gjë, që diferenca midis përkthimeve të para dhe përkthimeve sot është shumë e madhe.
E përjeton ndryshe shqipërimin atëherë me shqipërimin sot. Ja pse unë i gjëmoj shumë librat e shitur në rrugë, që janë disa shegushe të tjera që pak nga ekonomia, pak i kanë nxjerrë në shitje librat e tyre. Edhe unë i gjëmoj fort shumë ato të vjetrit pikërisht për shkak të përkthimeve, sepse sado që jetojmë në një kohë kur pjesa vizive është shumë e rëndësishme, unë prapë vazhdoj të jetë me mendimin që libri nuk shihet nga kopertina. Shiko, më thot nga njëri me mbes, Otezja po lexoj online, thot në laptop librin. Jo, unë po nuk ndjeva atë zhurmën e hapjes së fletës, atë erën e fletës së librit, ato gërmat e bukura të ndërtuara. Ka raste ndonjëherë që e lexoj dhe 2 herë dhe 3 herë një paragraf, se më pëlqen, edhe mund ta nënvizoj, ndoshta them sa e bukur që ka kjo, duhet ta mbaj mend. Domethënë unë e shijoj ndryshe librin kur e kam në dorë dhe ndryshe kur lexoj dhe në celular gjëra që më pëlqejnë, për shembull një tregim në gjë e shkurtër. Por jo, me librin nuk është i pazëvendësuar. Të gjithë kësaj që theti Shegush për aromën, për këto unë shto edhe një gjë tjetër. Kur të bie libri mbi fytyrë, kur të zë gjumi, është një qef i papar. Me tren iPad-i, përveç se të vret, e ka dhe domin shumë të madh financiar për ta rregulluar. E vërtet. Në kohët e shkollës së mesme, edhe të kujtimeve të adoleshencës së gusheve vetit, ne i kthehemi sigurisht që prej grupeve më të mira të muzikës viteve 60, që vazhdojnë të jenë burime frymëzimi edhe sot. Nuk e di nëse do kishte qenë e njëjta gjë, nëse do vazhdonin të bënin muzikë edhe sot, ndonjëherë të bën të lavdishëm vepra për në një moment caktuar, edhe vdekja ndonjëherë, siç ka ndodhur me John Lennon në moshë të re, apo Jim Morrison në moshë të re, e shumë figura të tjera. Ama se Beatlesat kanë qenë ëndra jona. Ëndra perëndimore britanike. Let It Be ishte kështu motiv, domethënë edhe ndonjëherë me zot ulët kur hynim kështu në klas për të bërë. Dhe të po mendoja, midis Imagine edhe Let It Be, po ndoshta Let It Be sepse janë Beatles komplet, kështu që atë po dëgjojmë tani. Është komplet. Back to the beginning. Ka kaluar pjesa më e madhe e takimit të sotëm për kthimin pas në kohë. E di pse s'ma mban të them një back to the beginning, sa do më bëj të vdekur për përdorimin e fjalëve të huaja. Më përpara edhe unë thoja Shegush, pse nuk përdoren fjalë shqip. Pastaj fillova të bëj një kompromis me gjëra të tipit për shembull të teknologjisë. Them unë, tash si ti themi shqip flash drive-it, thoja kur isha studente, dhe fillova të bëj paqe që kur të rrshqet ndonjë fjalë huaj, jo kur ajo shndërrohet në qëllim në vetvete, them, hajde ta kalojmë. Tani. Shiko, kur është një fjalë të cilën vërtet ti nuk e gjen ta thuash në shqip, sepse është dhe kjo terminologjia e re digjitale, të cilën ti nuk e gjen dot në shqip, okay, mund ta përdorësh. Ose si ti themi për shembull mouse-i të kompjuterit miu, ma sill pak miun. Dhe e le atë mouse. Flas për teknologjinë, domethënë mund ta lësh ashtu siç është. Po kur flet në gjuhën e përditshme, ka raste unë qesh me mamin që kam shtëpisë, është dhe moshë e madhe tani. Edhe kur thuhet në një fjalë anglisht, aman mi çfarë tha, thot, po pse nuk flasin shqip këto njerëz? Dhe unë them që ndoshta është detyrim i radiove, i televizioneve kombëtare të flasin 90.9.9.9 shqip. Me të mund të përdorësh në një tek tuk, po jo gjithkohë. Plusin edhe kemi dhe gjuhë të rrallë, që shkruaj alfabet me 36 shkronja, me kaq shumë fjalë. Po them, pra tani, kështu që unë jam çik fanatike për gjuhën shqipe, që t'jem e sinqertë dhe dua, më pëlqen. Nga ndonjëherë do pranoja më mirë dialektalizmin, do të thotë që flasësh me dialekt sepse jam brenda gjuhës tonë, se sa një fjalë të huaj tani. Hey guys. Hi guys. Sepse duhet ta thuash. What else? What else? Fine, okay, po jo, më nuk ka pse, domethënë. Kështu që nejse. Nuk dua të gjykoj njëri, por mirë është që të flasim shqip. Shko ne po të them tani it's fine për shembull, ose what else, ose what the hell, ose ku di unë duhet të qesharake. Po këta çamarokut e vegjël, nga që edhe përsheshit me qumësht në mëngjes nuk shohin më filmat e dubluar në shqip të fëmijëve bërbarda e dikurshme në top. Shohin tani të reja, filmat e rinj që janë në anglisht e janë italisht. Dhe për këtë arsye as nuk i vejmë dot fare të shkretëve, sepse atë mund si u japim dhe atë mësojnë të parë. Ama çak kënaqësi më japin këto fëmijë që vinë konkurrojnë këtu dhe kanë lindur dhe janë rritur jashtë, po flasin aq bukur shqip. Është një kënaqësi, domethënë është për t'i falendëruar dhe për t'i duar trokitur këta prindër që i mësojnë gjuhën e nënës dhe të vendit vet.
Tani një fëmijë që është lindur dhe është rritur në Angli, të mos flasi shqip dhe të flasi me gjyshin apo me gjyshin e vet. Hi, how are you? Gjyshi edhe gjyshi s'din të shkrej dhe çfarë të bëjnë. Është vërtet merit e këtyre prindërve që mësojnë shqip. Ja edhe një mesazh që e dham të bukur. Me kalimin e viteve ti ke tentuar njësoj, jemi bashkë në këtë edhe pse i përkasim dy gjeneratave të tjera, tentuar të bësh produksione për të rritur, po edhe po të ishin për fëmijë, po ideja që duhet të jesh gjithkohës në kërkim të gjetjes së fondeve, të krijimit të infrastrukturës të duhur për aktorë në rastin konkret. Edhe cili është ky raport i këtij producentit që duhet çaj kokën në fakt 24 orë 24 me këtë personazhin tjetër, krijues, i cili krijon kukulla nga hiçi, ngjyros, bën rroba, stilizon kostume, siç ti je. Pra liria që ka tjetri në këtë drejtim, se ke liri këtu, edhe nëse e bëre të pabukur, është thjesht çështje shihesh. Kurse atje tek ajo fusha tjetër, gati duket sikur të ka vdekur liria e krijimtarisë kur merresh me atë. Shiko, ti je producente, është fjalë shumë e madhe. Por nuk ka një fjalë tjetër për ta emëruar njeriu që merret, që prodhon me këtë. Unë jam përpjekur gjithmonë që në këto prodhimet që kam bërë në teatrin për të rritur, jam përpjekur që të zgjedh një kast të mirë aktorësh. Kam futur edhe vetëm brenda sepse është një dëshirë e shumë viteve që gjithmonë kam thënë do t'i kthem, po që s'u ktheva kurrë sepse kam qenë shumë angazhuar me teatrin kull dhe s'kam gjetur kur kohë. Është një përgjegjësi shumë e madhe. Fillon që tek sigurimi i fondeve një herë. Dhe unë e kam pak në natyrën time që deri në moment që unë nuk i kam siguruar fondet. Nuk e nis të punën. Unë nuk e nis punën sepse unë dua të jem shumë korrekte me artistët. E kam padur gjithmonë vath në vesh një shprehje dëgjyshes time shumë e bukur që më thoshte gjithmonë: ustajt jepi hakun ti çlodhen krahët. Pra, nëse unë nuk kam fonde të sigurta për ta filluar një punë, unë nuk e filloj. Në momentin që unë aplikoj, bëj një projekt, fitoj dhe i kam siguruar këto fonde, atëherë për mua puna bëhet pak më e lehtë në zgjedhjen e regjisë, në zgjedhjen e kastit të aktorëve, të skenografit, të kostumografit, që zakonisht kam pas gjithmonë një grup timin, si në shumicën e rasteve punojnë regjisorët, sepse ajo t'i jep dhe 50% të sigurisë që do kesh sukses, sepse gjërat papritura gjatë krijimtarisë ka pafund. Por pjesa më e lodhshme do të thosha unë për një producent është menaxhimi. Menaxhimi për të siguruar sallën plot, sepse sigurisht satisfaksioni më i madh i artistit është kur publiku e ndjek dhe kur ai jep vlerësimin e tij. Për të siguruar turnet që ke ndërmend të bësh, për të siguruar promovimin, intervistat nëpër televizione, nëpër radio. Pra, gjatë gjithë kësaj kohe, unë punoja edhe me rolin që kisha, punoja edhe me pjesën tjetër të produksionit. Kjo do të thosha që është vërtet një punë shumë e vështirë, sfiduese, por që unë e bëj me shumë kënaqësi. Dhe mendoj që deri më sot ja kam dalë shumë mirë. Nuk e di nëse do ta vazhdoj në të ardhmen, se sikur më ka lindur prapë kjo dashuria për të marrë më shumë me kukullën. Sepse për hir të vërtetës kam edhe ftesa nga festivale botërore të kukullave dhe këto festivale na kanë bërë që jo vetëm të marrim pjesë, të marrim çmime dhe të vlerësohemi, ku vërtet ndihesh artist me vlera atje ku shkon, por të shohim dhe botën. Të njihemi edhe me kulturat, me 13 shkurt do të nisem, do të shkoj në New Delhi, në Indi, sepse kemi një festival botëror kukullash, e cila është një nga festivalet më me emër dhe më me zë në botë. Po si shkon te artistët? Shegur, shkon si përmarrje e pavarur artistike, si artiste e pavarur? Shikon, unë tani jam drejtuese artistike e teatrit për fëmijë në qendron Aza, Albania Community Assist. Dhe unë aplikoj tani gjithmonë ndërmjet kësaj qendre, e kuptova, e cila merret edhe me këto shtresat vulnerabël, me komunitetin rom, me fëmijët me aftësi të kufizuar, domethënë me të gjitha. Dhe kam një shfaqje time shumë të bukur, tradicionale shqiptare, e cila ka kostume shqiptare, muzikë shqiptare, veshjet shqiptare të gjitha, dhe unë aplikoj me këto në festival. Dhe pothuajse në 90% të rasteve kur kam aplikuar, kam fituar. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë sepse edhe artistët që marr me vete mësojnë nga këto,
festivale. Është një lloj ballafaqimi. Është një lloj ballafaqimi pune, edhe e dyta ndiem shumë mirë edhe vetë për të parë gjëra të bukura ku shkoj. Kështu që këtë radhë kemi fituar në këtë festival dhe do të shkojmë. Janë përzgjedhur 10 trupa nga India, nga Italia, nga Franca, jemi ne. Ishte një vend që unë nuk e kisha dëgjuar njëherë, që ishte midis Afganistanit edhe një Bahta, ku nuk se që ishte një vend që i vogël, po që si kisha dëgjuar ndonjëherë. Dhe jam shumë kurioze të shoh se si i organizojnë dhe si e bëjnë. Plus që unë shumë vite kam qenë drejtore artistike e festivalit botror të kukullave në Shqipëri. Kam bërë disa festivale që dua ta bëj prapë këtë vit. Dhe kjo më ndihmon shumë për të njohur trupa të reja, për të parë shfaqje të reja, për të bërë edhe një lloj seleksionimi, për të mos sjell gjithmonë të njëjta trupa në festival, por për të futur edhe trupa të reja dhe stile të reja shfaqjesh. Dhe kjo është një nga arsyet që unë shkoj në këto festivale. Adagio. Asta e bukur është. Lara Fabian. Një nga gjërat kryesore që unë ja vlerësoj shumë këtij programi të ftuarve është që playlistat e tyre muzikore janë një shkundje nga pluri haresës ose nga sërtarët, për ata që na dëgjojnë. Unë kuptoj që në kohërat kur ne jetojmë, ti vendos muzikën që do në çdo moment. Sigurisht. Ama kur e luan në radio, duket sikur e luan vetëm për ty. Dikush që është duke na dëgjuar në makinë, dikush që Shikon, unë uftoj me makinë për shihet estetike të bukura. Faleminderit. Unë edhe pse kam disa, kam USB, kam CD në radio, telefonat të Bluetooth. Unë nuk e përdor. Në 90% rasteve unë dëgjoj radio. Më pëlqen shumë radio, më pëlqen shumë muzika që jepet aty, sepse kur i ke gati, qoftë edhe në USB, edhe janë pothuajse të njëjtat që ti dëgjon, kurse radio jepet edhe gjëra të reja që ti njihesh edhe një muzikë tjetër me më kontemporane, më të kohës, për të mos mbetur gjithmonë te kjo nostalgjikja që ne kemi. Dhe kështu që unë në radio nuk e zëvendësoj asgjë. Je fort e mirë. Lara Fabian Adagio dhe kthehemi përsëri bashkë në pjesën e fundit të programit për sot. Back to the beginning. Siç e nisim gjithmonë edhe një program dhe themi është shumë qef me të intervistu, po sigurisht është shumë qef se nuk është se na i ka vënë njëri listën do intervistoni këta, i zgjedhin vetë. Dhe patjetër që është qef, dhe prandaj them që s'është klishe, sepse kur ti i zgjedh vetë njerëzit, kur ti ke gjëra edhe për të thënë për ta, po edhe për të dëgjuar prej tyre, sigurisht që kjo s'është punë. Unë gjithmonë them nuk e kuptoj si mund të paguhet njeriu për një gjë që ka qef. Sepse nëse themi që qefi paguhet, nëse themi që qefi paguhet dhe kjo hyn te qefet, atëri vjen që duhet të paguajmë. Jo të paguajmë për këtë qefe kaq të bukura. Dhe sigurisht koha kalon shpejt. Çfarë është për ty koha? Do me thënë, do ta bëj pyetje shumë siç unë di. Po. Ajo vajza e re, e holl, elegante, me rripat më të holla që janë në një farë mënyrë një ekspozim pak më interesant i atyre viteve. Me këto rrudhat këtu poshtë, është një shqetësim, apo janë mira ditë të kaluara dhe për secilën prej atyre ditëve ka një histori për të treguar. Sigurisht. Shiko, unë që t'jem shumë e sinqert, asnjëherë nuk e kam patur problem plakje. Unë them, nëse do arrit të plakem aq bukur siç po plaket mamaja ime për shembull, dhe të jetoja gjatë, do t'isha shumë e lumtur. Unë çdo viz, çdo rrudhë që ekziston në fytyrën time, tregon që kam jetuar. Mua më vjen mirë që kam jetuar bukur. Kam patur një fëmijë të mrekullueshme. Kam patur dy prindër që na kanë rrit me shumë dashuri. Kam një familje jashtëzakonisht bukur, një motor të vetme që e kam më të shtrenjtën. Kam një mbesë të cilën e adhuroj dhe e kam thënë gjithmonë që ajo është dashuria e jetës time. Edhe pse ajo jeton në Gjermani, është arkitekte sot, jemi shumë të lidhura me njëra tjetrën dhe unë them të plakesh është gjë shumë e bukur. Sigurisht unë nuk gjykoj, nuk paragjykoj, nuk komentoj askënd, po në mënyrë absolute askënd që ka dëshirë të mbetet e re përjetshme, që bëjnë këto fillerat, butoksa, çanse si audia semrat, ose që merren me veten. Të kujdesh, të duash veten është gjëja më e mirë në jetë, sepse kur do veten i do dhe të tjerët. Edhe të kujdesesh për veten është një gjë jashtëzakonisht e mirë. Po të ishin të gjithë artistët siç jam unë, sallonet e bukurisë do ishin të mbyllura, do falimentojnë.
Ai dikush do të jetoj. Sepse sigurisht, sepse unë nuk bëj absolutisht asgjë nga këto, plus që kam edhe një fiksim që ndoshta mund të jetë defekti im, që un kam frikë të fuz gjëra të huaja në trup. E kam fiksim këtë gjë, nuk dua të kem. Sigurisht. Kujdesem për flokët, t'i pres, t'i lyej, t'i mirëmbaj, të bëj pak thonjt që t'i kem duart më të kuruara, më të bukura, ose të përdor një krem jo shumë të shtrenjtë, po një krem që të ma hidratoj fytyrën sepse e kam lëkurën shumë të thatë. Po përveç këtyre, absolutisht dhe në mënyrë absolute nuk bëj asgjë tjetër. Nuk bëj asgjë tjetër sepse them, ka një shprehje shumë e bukur, e thoshte një miku im që nuk jeton sot. Thoshte të gjithë kemi hyrë në një tren. Treni ecën me një shpejtësi paramendse që ne nuk e kuptojmë. Dikush ka fatin të zbresi që në stacionin e parë apo në mes të rrugës, edhe dikush është me shumë fat dhe Zoti e do shumë kur zbret në stacionin e fundit. Dhe kështu që unë mendoj që nëse unë e kam atë fat që të zbres në stacionin e fundit, absolutisht rrudhat nuk do më prishin punë. Unë them, e vetmja gjë që do prish punë është mendja. Nëse këtë mendje do ta kem top siç e kam sot deri në fund, do t'i them Zotit faleminderit që më deshe kaq shumë. Kishim 2-3 variante për ta mbyllur këtë program. Nga lista e shegueshëve Betit, kishte atje Mina e plot të tjera. Vendosa ta mbyll me Simply the Best. Jo për artistën Tina Turner. Jo sepse ti je simply the best, nuk je, sepse çdo kush nga ne ka një unë mund të jem e pëlqyer për dikë, më pak e pëlqyer për dikë tjetër. Sigurisht. Por simply the best për të vërtetat, për respektin ndaj vetes, se nëse nuk duam veten me këto që jemi, me kilogram, me rrudha, me thinja, me gjithçka tjetër, me defektet tona. Nuk arri fare ta kuptoj se si mund të më doj ose të më respektoj dikush tjetër. E vërtet. Kështu që për këto të vërtetat njerëzore që na mungojnë kaq shumë, edhe që unë i nënvizoj kur i shoh për ditë, se shoh kaq shumë rrallë, sa filloi nënvizoj në kalendar, sot dëgjova një gjë pozitive, sepse bombardimi me negativitet është kaq i madh. Duhet ishte e kundërta, duhet ta bënte përshtypje negative, jo pozitive. Jemi shoqëri shumë toksike, vetëm helm nxjerrim nga goja, nuk e di pse. Kështu që për këto, you are simply the best, edhe më lejo ta them anglisht se duket bukur. Faleminderit shegueshëve Beti që ishte në këtë studio. Faleminderit edhe ty dhe shumë urime dhe suksese për emisionin. Edhe dua shumë që të kemi arsye të tjera për të folur, sepse këto intervista siç e thash edhe kur u takuam në fillim, janë një arsye për takuar njerëz pozitiv, takuar njerëz pozitiv, edhe si shkon dita sot. Bukur. Dita e nata bashkë. Mirupafshim javës tjetër.